e para të duan veten. Nëse ti nuk do veten, tjetri nuk të do. Duaj veten, respektoje veten, edhe tjetri ka për të respektuar. Çfarë mirëson më shumë ti nga ai? Respektin. Do me thënë, ai më respekton shumë. Edhe më thot gjithmonë ma bën këtë pjesën që jam i lumtur me ty, ti më bën të ndihem mirë, ti je gjithçka për mua dhe mua kjo mjaft. Më vjen shumë keq që bëhet ky krahasimi Shqipëri-Kosovë, dua që të jemi një me njëri tjetrin. Nga Shqipëria më. Po, nga qyteti i Lushnjës. Qyteti i Lushnjës. Po. Po kjo lidhja me Kosovën? Do me thëmë prindrit e mi jetojnë këtu dhe unë kam ardhur, kaloj pushimet bashkë me prindrit. Babi im ka 15 vjetë që punon këtu në Kosovë dhe ndihet shumë mirë këtu. Edhe ne ndihemi shumë mirë. E sa vini shpesh Kosovë? Vim shumë shpesh, edhe na pëlqen shumë. Sa mirë kjo lidhja më pëlqen Shqipëri-Kosovë. Po, edhe ne na pëlqen shumë, edhe pse na thonë shumë shpesh, do me thënë, ju a jeni të Shqipërisë, ne themi, një jemi, nuk kemi pse bëjmë ndarje, do me thënë, ne të Shqipërisë, ju të Kosovës, ne Shqip flasim, sado. Po. Një gjë të mirë që a keni të Shqipërisë jeni shumë të hapur kështu. Po, ma kanë thënë shpesherë këta, që ne do me thënë edhe e folura, po, na pëlqen shumë edhe si flasim. Se unë për shembull flas tamam gjuhën letrare dhe shpesherë nuk më kuptojnë, po prapë ma pëlqen shumë gjuhën. Sa mirë, merreni zyrësim këto. Po. Ju jeni grua? Unë jam e fejuar, vajzë, 25 vjeç, po. Po pas ke gjetur fatin e jetës. Po, e kam gjetur. Si e ke gjetur këtu në Kosovë? Jo, do me thënë është i Shqipërisë. Jemi nga i njëjti vend, jemi gjetur në shkollë. Kemi qenë shkollë bashkë, po bëjmë shumë vite. Sa mirë, që sa vite e mbani këtë? 5 vjet gati, 5 vjet që jemi bashkë. Së në kohë që dashuria fillon në bankë. Po, dhe na ka rezultuar shumë mirë, jemi shumë të lumtur bashkë. Sa mirë bëhet qefi. Cili ka i pari që u ashpërit dashurin njëri tjetrin? Ai e ka marrë hapin, do me thënë, edhe sot jemi shumë të lumtur. Sa mirë. Në një moment interesant gjatë njohjes ta kemi parë se kemi pasur? Do me thënë, ne na ka qelluar që kemi qenë me një klasë bashkë, do me thënë po, kemi qenë banka bashkë edhe aty jemi njohur më shumë se dhe koha ashtu ishte, edhe fshiheshim pak nga prindërit, por që na ka rezultuar shumë mirë. Po këtë takimit, si çift kur keni dalë? Për te shkollës? Po, si çift veç, do me thënë, shkollës. Kur keni dalë për të parë? Ne kemi dalë në një vend kështu ka qenë, me natyrë, do me thënë kemi kalu shumë bukur, do me thënë ai aty që ma shprehu që kishte edhe qef për diçka më shumë, që ne ta vazhdonim lidhjen, edhe unë isham shumë dakord për këtë gjë, edhe unë e dashuroja dhe ai më dashuronte dhe ishim shumë të lumtur bashkë. Çfarë mirëson më shumë ti nga ai? Respektin. Do me thënë, ai më respekton shumë. Edhe më thot gjithmonë ma bën këtë pjesën që jam i lumtur me ty, ti më bën të ndihem mirë, ti je gjithçka për mua dhe mua kjo mjafton. Po respekti është gjithçka është ai për mua, gjithçka është ai për mua. Do me thënë, jam në një pjesë që unë them që shqyr Zoti atë e ka sjell në jetën time. Sa mirë kur ka si njerëz binjak, në shpirt për njëri tjetrin. Unë mendoj që jemi tamam për njëri tjetrin. Pa njëri tjetrin nuk bëjmë dot. Në këtë pjesë jemi. Është lehtë respektin, domethënë ta fiton për një personit që e ke ti me të dashurin. Është lehtë. Po, është lehtë me gjetë. Do me thënë, besimi është kryesori, do me thënë edhe besimi është shumë i rëndësishëm për te respektit, është shumë i rëndësishëm, po mua më shkryuar shumë shpejt me atë person, vjen natyrshëm. Do me thënë ti kur shikon veprimet, çdo gjë që ai bën çdo ditë për ty, edhe besimi krijohet. Edhe nga fjalët që thot, edhe nga veprimet që bën, edhe hapat që bën, ti e krijon besimin. Po si e shih këtë lidhje që s'ka besim ku vetë fundit shumë? Që ai Do me thënë kjo, unë s'para, do me thënë dua të flas shumë për këtë temën, se nuk flas dot se nuk më ka ndodhur vetë personalisht, që ai të më zhgënjeje ose të ketë diçka kundra meje, por që gjoj shumë nga shoqjet e mia, që zhgënjehen kohët e fundit. Sidomos nga besimi. Fillojnë krijojnë atë besimin edhe pastaj thonë që ai ma bëri kështu, ai nuk ishte ai drejt me mua edhe më vjen shumë keq kur i dëgjoj. Po transmisi është që është besim ton, na ka kapluar shumë. Po, e di që po ndodh shumë shpesh kohët e fundit. Nuk e di, mendoj që njerëzit nuk janë plotësuar. Mendoj që dy njerëz kur duhet bëhen bashk, duhet të jenë shumë të plotësuar, duhet të jenë 100% të dashuruar me njëri tjetrin. Jo njëri 80%, tjetri 100%, kështu nuk funksionon, mendoj. O duhet të jenë super të sigurt që të dy, ose fare më mirë. Mos ta marrin fare hapin. Çfarë bisede kanë për të gjitha femrave, sidomos ato që janë këtë të fatit? Po, mesazh për jetë. I kisha thënë që e para të duan veten. Nëse ti nuk do veten, tjetri nuk të do.
duaj veten, respektoje veten, edhe tjetri ka për të respektuar. Kjo është shumë e rëndësishme për femrat, të duan veten. Kisha shumë kënaqësi. I bëj Shumë fala kënaqësi shumë dhe Shqipërisë. Ure më të mira, Edhe faleminderit. ne ju duam shumë, edhe më vjen shumë keq që bëhet ky krahasimi Shqipëri-Kosovë, dua që të jemi një me njëri tjetrin. Ashtu do mbetemi. Edhe Gjithë mbarë, faleminderit. Miru pa-